Tashme dite pas dite çdo reklame po bëhet me e bukur, bëhet fjale për reklam jo do si do të tipit vetëm biznesi, por reklame speciale. Kjo pikërisht fal pjesëmarrjes së Lunushit, e cila ka realizuar 2 reklama, një me të 2 prindrit dhe një me mami Kiarën. Çdo dalje e Lunushit në ekran e bën atmosferën me të këndshme. Ajo është shumë origjinale, si çdo beb i cili nuk ka komplekse apo hyn në rol për tu dukur me bukur, siç mund të bëjë një i rritur. Sa bukur duket spoti kur Lunushi luan me mamin dhe çdo gjë rreth. Sa i duket e bukur, ajo merr produktet në duar dhe fillon të luaj gjeja me e veçantë në këtë spot që bie në sy është edhe veshja ku mami Kiara kujdeset dhe e vesh të voglen me detaje. Kjo gjë nuk është e re tashme, por ne po shohim një veshje moderne dhe shumë të bukur. Edukata fëmijës për veshje higjën të vepruar i jepet që në moshët e vogël, dhe kur fëmia rritet ajo arrin të jetë zonja e vetes. Ciftielli janë këshillues, por edhe shumë të dashur. Ata i flasin me të butë fëmijës së tyre, një metodë që çdo prind duhet ta përdorë për shumë arsye. Një ndër arsyet është rritja e fëmijës në mënyre të shëndetshme psikologjike. Shumë fëmijë kanë nevojë për një mbështetje të tillë prindërore, ku në bazët e punës, ose si mund ta quajmë ndryshe mundit të prindrit, kemi dhe një fëmijë që bëhet shembull i mirë në shoqëri. Lunushi Jone do të bëhet një gocë lidere, e cila me mbështetjen prindërore dhe zgjuarsinë e saj do të arrijë të jetë një vajzë e suksesshme dhe e arrir në jetën e saj. Përveç kësaj, një detaj që babi Luizi ka arritur të tërheqë vëmendjen e shumë ndjeksave e dashamirësave është komenti që ai ka bërë: nëse bën efekt, produkti duhet të jetë afër pemës së Krishtlindjes dhe afër një fëmije. Pra ajo është shërim për të, është guxim, është forcë, është jetë. Edhe ai e ka përfshirë si mesazh për të gjithë që fëmijët janë shërimi më i madh në jetë. Ne i urojmë ta ketë me jetë të gjatë e qofshin gjithmonë të lumtur pranë njëri tjetrit të bashkuar. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.